Më ndiqte kudo, Sara Hoxha tregon ngjarjen e frikshme me përndjeksin e denoncova në polici. Gjatë një interviste, Sara Hoxha ka ndarë me ndjekësit dhe publikun edhe një ngjarje mjaft të frikshme dhe shqetësuese nga jeta e saj personale. Ajo ka zbuluar se është përballur me një rast përndjekje i cili e ka detyruar t'i drejtohet organeve të policisë për të kërkuar mbrojtje dhe zgjidhje. Ajo tregoi se personi në fjalë përdorte aktivitetin e saj të përditshëm në rrjetet sociale për ta gjurmuar. Përmes postimeve që Sara bënte, përndjeksi arrinte të mësonte vendodhjet e saj dhe shfaqej pikërisht në të njëjtat vende. Sipas rrëfimit të saj, ky individ jo vetëm që e ndiqte fizikisht hapasapi, por edhe pyeste personat përreth për të, duke krijuar një situatë tepër të pakëndshme dhe të pasigurt për të. Përballë këtij shqetësimi të vazhdueshëm dhe cënimit privatësisë, Sara vendosi të marrë masat menjëhershme duke bërë një denoncim zyrtar në polici kundër këtij personi. Fatmirësisht, pas këtij hapi ligjor, ajo tregoi se situata është zgjidhur dhe përndjeksi nuk e ka shqetësuar më që nga ajo ditë.